Ndjej nevojën të them diçka, të shpreh mendimin tim në lidhje me një temë që ka turbulluar jetin këto ditët e fundit dhe lidhet me videot në TikTokun e vjetër të Brikenës, njërës nga konkurrentëve të Big Brother Albania. Videot dhe përmbajtja e atij TikToku bien ndesh me imazhin dhe fjalët dhe sjelljen që Brikena ka treguar dhe gjërat që ka thënë në Big Brother. Brikena e ka pasur shumë të nevojshme gjatë kësaj periudhe qëndrimi në shtëpi, që ditën e parë theksoi që nuk ka pasur asnjëherë të dashur, që është kundra lidhjeve totalisht, që nuk ka pasur lidhje, por vetëm njohje, bashkë se dhe kjo lëvend për interpretim, në çfarë do të thotë njohje dhe lidhje. E ka theksuar shumë herë këtë dhe duke theksuar kaq shumë të lë të mendosh që të pasurit lidhje ajo e gjykon, e shikon si diçka të keqe dhe mospasje në një lidhje, një marrëdhënie, pra me një mashkull, e shikon si diçka për të vlerësuar dhe që është një vlerë e shtuar në karakterin e saj dhe besoj dhe të vajzave të tjera. Deri këtu është shumë okay, paçka se patjetër që unë mendoj që një vajzë 24 vjeçare, por vajzë e çfarë do lloj moshe tjetër, nuk mund të përcaktoj vlerat e saj nga fakti që është lidhur apo jo me një mashkull, apo është e virgjër apo nuk është e virgjër. Këto janë zgjedhje personale të njeriut, janë dhe rrethana patjetër. Pa diskutim që një vajzë 24 vjeç mund mos ketë asnjë marrëdhënie, mos ketë pasur asnjë marrëdhënie me një mashkull apo të jetë e virgjër, sepse këtu, për këtë besoj bëhet fjalë se kjo është ajo që bërtasin më të madhe, pra mos pasin marrëdhënie me një mashkull, të mos paturit të një lidhje, e barazoj me të qenit e virgjër, që është një gjë me shumë vlera, sidomos për shoqërinë tonë shqiptare. Dhe është shumë okay, patjetër mund të ndodhi që një vajzë 24 vjeçë, qoftë një vajzë aq seksi, aq e bukur, aq e dalë, sikur që s'ka marrë pjesë në përmis, në përbot, si Brikena, s'ka rrethanat kanë qenë të tilla, ajo nuk është ndjer okay për të pasur marrëdhënie me një mashkull dhe patjetër mund të ndodhi, një vajzë 24 vjeçare, një vajzë 30 vjeçare, nuk po flasim, pra nuk ka një mosh se kur dikush duhet krijojë një lidhje. Unë do vazhdoj ta theksoj se çfarë njerëzit bëjnë me trupin e tyre është diçka që i përket vetëm personit që ka atë trup. Gjithë pjesës tjetër nuk ka fare pse ti interesoj. Është e kuptueshme që njerëzit të habiten me imazhin që Brikena ka shfaqur në Big Brother dhe imazhin që Brikena para 2 vitesh, sepse diferencë 2 vite gjys, ishin nga videot në TikTok, kur ajo është duke kërcyer në mënyrë shumë sekse provokuese, duke bërë twerk, e veshur në mënyrë shumë ekstreme, duke bërë disa lloj sjellje që nuk përkojnë me atë imazhin e vajzës së urtë, të familjare, që do të jetë me vjerën, që do të gatuaj për vjerën, që nuk ka pasur asnjëherë të dashur, nuk ka pasur asnjëherë marrëdhënie. Po, këto dy imazhe nuk shkojnë me njëri tjetrin. Kjo bën që audienca të ngrej disa pikë pyetje dhe thotë, prit, mos vall, Brikena po shtiret, mos vall do të na shesi një imazh që nuk është imazhi i saj vërtet? Dhe këtu fillon për mua problemi me Brikenën dhe me të gjithë Brikenat e tjera, të cilat duan të shesin një imazh që nuk e kanë, që nuk u përket, por që mendojnë që audienca dhe publiku e pëlqen. Dhe të tilla, me thënë të drejtën, në shoqërinë tonë ka plot, ka me shumicë. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Njerëz që ndërtojnë imazhe të rreme, vetëm nga dëshira për t'u pëlqyer publikut, vetëm nga frika që kanë për të qenë vërteta 100% dhe për të mbrojtur atë që në të vërtet janë. Sepse Brikena është një vajzë shumë seksi, Brikena është një vajzë shumë e edukuar, Brikena është një vajzë shumë e sjellshme në Big Brother, Brikena është një vajzë, që kemi parë tani, nuk shan njerëz të tjerë, nuk përdor ofendime dhe mua do të më pëlqente njësoj Brikena, kështu siç është, edhe nëse do thoshte që ka pasur marrëdhënie. Mua do më pëlqente njësoj Brikena në këtë mënyrë, me këtë sjellje shumë të mirë që ka në Big Brother, edhe duke
parë ato videot në TikTok. Sepse ti mund t'jesh, tani po supozoj, nuk po i referohem Brikenës. Shumë e rëndësishme ta them këtë. Ti mund t'jesh vajza më e pamoralshme në konceptin që shoqëria shqiptare ka për moralin dhe që lidhin vetëm me marrëdhëniet seksuale. Mund të kesh pasur shumë partner, mund të kesh pasur shumë marrëdhënie, mund të kesh pasur disa të dashur, por ndërkohë që ti tregon një sjellje shumë të respektuar karshi të tjerëve, je një vajzë e edukuar, nuk cënon tjetrin, nuk e ofendon tjetrin, je një vajzë që flet me edukat. Për mua nuk ka rëndësi fare ç'më duhet mua, kjo gjëja më duhet në marrëdhënie me mua. Mua më duhet sjellja jote në marrëdhënie me mua, se sa edukuar, respektuar, e sjellshme, e qytetëruar je, se çfarë ke bërë ti me trupin tënd, me organet e tua gjinitale, as më hyn në punë fare. Dhe patjetër që më pëlqen më shumë një vajzë e tillë se sa një vajzë që mund të jetë pa asnjë të dashur, e virgjër, pas një marrëdhënie, po të jetë njeriu më i keq, më egoist, më i poshtër, më sherrxhi, të sillet keq me të tjerët, t'i bëj keq të tjerëve. Nuk e dua këtë. Nuk e dua. Të lutem, bëj seks sa të duash, po i njeri i mirë. Pash para ca ditësh storynë e një personazhi publik që ishte shqetësuar që vajzat në Big Brother, si Kosova si në Shqipëri, lahen me rroba banje shumë të vogla, me tanga dhe i duken një pjesë e madhe e vitheve. Kështu që ky personazh e ka nisur karrierën e vet, e ka ndërtuar karrierën e vet me foto për Playboy, me foto për revista dhe shërbime fotografike ku shfaqet topless, ku shfaqet nudo dhe me vithet për jashtë totalisht. Si mundet? Si mundet? Për çfarë po e bën këtë gjë? Për çfarë po etiketon dhe stigmatizon këto vajza kur ke bërë të njëjtën gjë? Ke ndryshuar, nuk do ta bësh më patjetër, është e drejta jote, është e drejta e çdo njeriu të ndryshojë dhe mos jetë dakord me sjellje, zgjedhje, vendime që ka marrë në të shkuarën dhe ti ndryshoj atë. Por ti nuk mundet të shazhe të ofendosh njerëz që bëjnë ato gjëra që ti ke bërë më përpara, kur ti ke bërë përpara, thjesht tani për të dalë mirë ti vet. Kjo është hipokrizi. Dhe kjo është hipokrizia që ne na karakterizon si shoqëri. Që mos them të gjithë. Po më besoni 99%. Bëjnë çdo gjë që e bërtasin me të madhe si të pamoralshme, si jo të drejtë, duke filluar që nga vjedhjet, që nga gënjeshtrat, që tek seksi. Dhe ndërkohë, përpara shoqërisë, shfaqen ndryshe. Përpara shoqërisë shajnë dhe bërtasin me të madhe që janë kundra atyre veprimeve që i bëjnë vetë, po i bëjnë fshehur azi. Dhe për mua kjo është e gabuar. Patjetër, që njerëzit, vajzat nuk kam se dalin dhe të bërtasin me të madhe, tregojnë marrëdhënie që kanë pasur, histori që kanë pasur, s'ka pse, por nuk kanë pse të bëjnë kundërtën. Fjalët që njerëzit thonë duhet të përputhen me veprimet që bëjnë, me sjelljet që kanë. Sepse në të kundërt quhet hipokrizi. Dhe në fund të ditës, një njeri që nuk është i sinqert me veten e tij, nuk do jetë kurrë i sinqert me të tjerët dhe nuk mund të jetë kurrë një vlerë e shtuar në shoqëri. Po, unë jam kështu, unë bëj këtë gjë, unë bëj atë gjë, unë bëj këtë veprim, unë e mendoj në këtë mënyrë, sepse kështu e mendoj. Mund të jem e drejtë, mund të jem e gabuar, po kjo jam unë. Dhe jam e vërtet. Kjo ka më shumë vlerë dhe më shumë rëndësi në gjërat që bëjmë dhe themi. Nëse ti thua, unë jam kështu, unë jam ashtu, unë jam dhe veprimet e tua tregojnë të kundërtën, ti po gënjen veten tënde. Dhe një njeri që gënjen veten e tij, gënjen gjithë të tjerët. Dhe unë me këtë nuk do jem asnjëherë dakord.